Superliga shqiptare nuk do të nisë në datën 24 gusht, siç edhe ishte programuar, por në datën 10 shtator. Shkak është bërë mungesa e licencimeve e shumicës dërmuese të klubeve të Superligës. Vendimi mbi bazën e kësaj problematike është marrë pasi mbledhjet e jashtëzakonshme të Komitetit Ekzekutiv, të mbajtur të martën në ambientet e Federatës Shqiptare të Futbollit. Në fakt, gjatë një tjetër mbledhje të zhvilluar të hënën, Komiteti Ekzekutiv kishte shqyrtuar një për një dokumentacionet e të gjitha klubeve të Superligës, si dhe kategorisë së parë, qoftë sa i takon licencimit të tyre, por edhe të terreneve sportive ku ato klube do të luajnë në sezonin e ri. Më konkretisht, Komisioni i licencimit pranë Federatës Shqiptare të Futbollit, pas shqyrtimit të gjitha dokumentacioneve të klubeve, bëri me dije se vetëm 5 ekipe të Superligës, Skënderbeu, Dinamo, Apollonia, Laçi dhe Pogradeci, fitojnë të drejtën e licencimit, ndërsa 9 të tjerat kanë mungesë të theksuara në dokumentacion, por fshirë këtu klube si Vllaznia, Tirana, Flamurtari e të tjerë. Edhe në kategorinë e parë situata ishte e njëjtë, pasi vetëm 6 klube u licencuan. Duhet thënë që licencimi i klubeve është një kriter vendosur edhe nga UEFA dhe FIFA. Duke parë këtë situatë, Komiteti Ekzekutiv vendosi që ta anullojë shortin për kalendarin e Superligës dhe kategorisë së parë që ishte parashikuar të zhvillohej të martën në ambientet e FSHF-s. Ndërkohë që gjatë mbledhjes së jashtëzakonshme të kësaj dite, anëtarët e Komitetit Ekzekutiv vendosën që Superliga të nisë në datën 10 shtator, pas përfundimit të dy ndeshjeve të kombëtares kundër Luksemburgut dhe Francës, por t'i dhënë kohë klubeve që të plotësojnë dokumentacionin e licencimit.